Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do të ndjekim titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme, duke u kthyer në studio me mysafirët. Rrethana gjeopolitike në botë kanë bërë që rritja e buxhetit për çështje ushtarake në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të jetë e pashmangshme. Këto zhvillime pasqyrojnë një realitet të ri sigurie, ku vendet e Ballkanit po përgatiten për të përballuar sfida të mundshme. Ndërsa Kosova, Shqipëria dhe Kroacia kanë rritur shpenzimet për mbrojtjen, Serbia qysh prej kohësh ka filluar të investojë ndjeshëm në fushën e mbrojtjes. Ekspertët e sigurisë i shohin investimet në fushën e mbrojtjes si një domosdoshmëri strategjike, duke pasur parasysh tensionet rajonale dhe paqëndrueshmërinë globale. Gura Kuqi nga Instituti Octopus thotë se pas fillimit të luftës në Ukrainë, kërkesa për riarmatim është e madhe nga shtetet, por se në rajonin ton dallojnë arsyet se pse shtetet armatosen. Kërkesa për riarmatim e vendeve në nivel global është jashtëzakonisht shumë e madhe. Dhe kjo ka filluar sidomos për fillimin e luftës në Ukrainë. Edhe Ballkani Perëndimor është pjesë këtij globi ku duhet të ndjek hapat e vet dhe të kërkojë sigurinë e vet. Pas çka disa vende kërkojnë sigurinë dhe disa vende kërkojnë agresionin, pra nuk jemi në numra të barabarta dhe në kërkesa të barabarta. Në këtë rast vendet si Kosova, po ashtu Kroacia, Shqipëria, por edhe Mali i Zi dhe Maqedonia zakonisht e kërkojnë vetëm çështjen e mbrojtjes, ndërsa vendet si Serbia armatimin e shohin sikur një tendencë e qëllimshme e tyre për shtrihjen ekspansioniste dhe për realizimin e botës serbe. Në këtë format Serbia nuk e ka të rearmatosjen e tyre, sepse ata çështjen e rearmatosjes së shtetit të tyre kanë filluar që nga forcimi i pushtetit të Vučićit nga viti 2012, por edhe më herët, dhe kështu automatikisht e kanë nxitur edhe fshinjet e saj që duhet të mbrohen, sepse kërcënimet janë kanë të vazhdueshme të Serbisë, sidomos kundër Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Profesori universitar Mazlum Baraliu thotë se me ndryshimet gjeopolitike në botë është një rend i ri botror në zhvillim e sipër, ku rreziqet janë evidente dhe strategjikisht është e drejtë nga shtetet e rajonit që po armatosen. Kemi një rirreshtim të fuqive të reja botërore, qoftë ato ekonomike, qoftë ushtarake, kemi një rend të ri botror në zhvillim e sipër. Dhe në këto ndryshime farfuritje gjeopolitike, edhe rreziqet janë evidente. Prandaj është krejt legjitime dhe madje do të thosha unë strategjikisht e drejtë dhe me vend dhe me mend çdo qeveri që të armatoset, sepse nuk ka asnjë mekanizëm dhe asnjë instrument sigurie. Madje as NATO-ja, madje për antarët e veta nuk është më mekanizëm sigurie. As Bashkimi Evropian që ka ndarë mjete për armatim tash kësaj radhe, që ka pretenduar ta bëjë ushtrinë e saj e tjera, nuk është asnjë ambient sigurie. E njohësi çështjeve të sigurisë Lutfi Bilali thotë se ndryshimet gjeopolitike dhe gjeostrategjike që po ndodhin në botë kanë bërë që shtetet e rajonit të rrisin shpenzimet në fushën e mbrojtjes, duke hyrë në një garë të armatimeve. Me ndryshimet gjeopolitike dhe gjeostrategjike sot në botë, mund të them në një situatë të tensionuar jo vetëm në region momentalisht kemi mund të them divergjencat të cilat mund shkaktojnë plasaritje të ndryshme dhe mund të vinë deri te konfliktet eventuale, por bota lufta në Ukrainë në një jetë mesme, mendoj që të gjitha këto kanë shkaktuar ato pasojë që vendet të regionit të bëjnë ngarime për garë të armatimit. Mendoj që buxhetet e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, se Ballkani si nacion është çështje më komplekse. Mirë, po Ballkani Perëndimor i 6 shteteve kryesisht mund të them ka një ngritje të buxhetit të secilit shtet, mund të them. Fatkeqësisht Serbia prin me buxhetin më të madh që don për forcat armatosura. Dhe mendoj që edhe shtetet tjera duhet, sidomos Shqipëria dhe Kosova në këtë drejtim kanë bërë hapa, do thotë në ngritjen e këtyre
limiteve. Përndryshe, CNN ka shkruar se qortimi publik që Donald Trump ja bëri presidentit të Ukrainës në Shtëpinë e Bardhë ishte si një rufe për aleancën transatlantike, duke shpërndar iluzionet e mbetura në Europë, mbi atë nëse Amerika do të qëndrojë në krah të saj përballë agresionit rus. E tronditur dhe ndoshta edhe friksuar, Europa më në fund mund të ketë ardhur në vete për nevojat e saj të mbrojtjes në epokën e Trump. Kontinenti ka filluar të thyej tabu 10 vjeçare në çështjen e mbrojtjes, po diskutohen politika që deri para pak javësh do të ishin të paimagjinueshme. Mungesa e bashkëpunimit juridik me Serbinë dhe telashet me përkthyesit në gjuhën serbe janë disa nga sfidat me të cilat po ballafaqohen gjykatat e Kosovës në trajtimin e rasteve të krimeve të luftës. Kështu u tha në tryezën e rrumbullakët të organizuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë. Në këtë takim u publikua edhe raporti me titullin Gjykimet për krimet e luftës në Kosovë, me çka ende ballafaqohen këto procese, ku si hap pozitiv paraqet rritja e aktakuzave për dhunimet seksuale që kanë ndodhur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Zëvendës ministri i drejtësisë Vigan Çorolli u shpreh se kriminalet e luftës në Kosovë duhet të vijen para drejtësisë. Kriminalët e luftës duhet gjetur dhe sjellur ta vuajnë dënimin për gjykimin mungesë është një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm në raport me vënien e drejtësisë për viktimat dhe në dënimin meritor për kriminalet. Krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit që janë kryer gjatë periudhës së luftës në Kosovë nga shteti i Serbisë kanë lënë pasoja të thella, jo vetëm për ata që i përjetuan drejt për drejt, por edhe për shoqërinë në tërësi. Për herë të parë, Qeveria e Republikës Kosovës ka prioritizuar krijimin e një dokumenti strategjik për drejtësinë tranzicionale, cila do të trajton shkeljet e rënda të drejtave të njerëzit dhe shkeljet e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Amer Aliaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare e ka konsideruar si hap pozitiv rritjen e aktakuzave për dhunimet seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ku gjatë këtij viti janë trajtuar gjithsej 35 raste të krimeve të luftës, prej të cilave 10 raste përmbajnë aktakuza apo akuza për dhunë seksuale si krimi i luftës. Krahasuar me 25 vitet e kaluara, ku janë trajtuar vetëm 4 deri në 5 raste për dhunë seksuale si krim lufte, rritja e aktakuzave për dhunën seksuale është një hap pozitiv, pasi viktimat e dhunës seksuale kanë filluar të thyen heshtjen, të luftojnë stigmat dhe të raportojnë krimet në organet e ndjekjes. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, institucionet gjyqësore vendore edhe ato ndërkombëtare kanë dënuar rreth 74 persona për krimet e luftës në Kosovë dhe në anën tjetër janë vrarë rreth 10.000 viktima civile. Gjatë vitit 2024 kanë filluar ose në faza të ndryshme janë zhvilluar procedura në 34 lëndë kundër 98 pjesëtarëve të forcave serbe dhe një lëndë kundër 2 pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Këtu përfshihen edhe 14 aktakuza ndaj 72 pjesëtarëve të forcave serbe, pra aktakuza në mungesë. Me qëllim të tejkalimit të sfidave nga ky fond, kanë rekomanduar krijimin e një bashkëpunimi me gjyqësor rajonal dhe ndërkombëtar, e në veçanti me shtetin serb dhe përkthimin e shkresave të luftës në gjuhën serbe, ku palët e përfshira janë nga ky komunitet. Që të gjitha shkresat e lëndës të jenë të përkthyera në gjuhën serbe, kur të akuzuarit janë të nacionalitetit serb. Kjo do të mundësoj një proces gjyqësor më të drejtë dhe do të siguroj që të gjitha palët të kenë qasje të barabartë në informacionet e lëndës. Kjo veçanërisht është e rëndësishme pasi që gjatë monitorimit e kemi parë që disa sanca fillestare janë shtyher për shkak të mungesës së dokumentacionit të përkthyer. Fondi për Drejtën Humanitare në Kosovë tash e disa vite në rekomandimet vjetore e thekson domosdoshmërinë e vendosjes së bashkëpunimit juridik me Serbinë. Qeveria e Kosovës duhet të angazhohet që në negociatat me Serbinë të vendoset edhe bashkëpunim juridik ndërkombëtar. Kryetaria e gjykatës themelore në Prishtinë, Albina Shabani Rama, tha se departamenti special ka shënuar progres në trajtimin e lëndëve të krimeve të luftës, ku sipas saj, gjyqtarët e themelores janë të përgatitur profesionalisht për trajtimin e këtyre rasteve.
Sot besoj që jemi shumë më mirë se para 6 viteve. Ndryshimet e shpeshta në departamentin special, avancimet dhe pensionimet e gjyqtarëve janë një nga sfidat kryesore këtij departamenti, për shkak se s'po mujmë me majt një lloj kontinuiteti dhe thos mbi faktin që gjyqtarët duhet me pas një përgatitje profesionale dhe specifike për trajtimin e këtyre rasteve. Prandaj një trajnim i vazhdueshëm dhe efikas do të ishte nevoja më e domosdoshme në mënyrë që padyshim që mungesa e bashkëpunimit ndërkombëtar është një nga sfidat më të mëdha që janë edhe për prokurorinë edhe për gjykatën. Këto e them sidomos në aspektin me shtetin e Serbisë, do thotë për shkak se aty gjenden shumica e dëshmitarëve për cilët i nevojiten shpesh gjykatës, po njëkohësisht edhe prova tjera materiale. Udhëheci i Departamentit për Krime Lufte pranë Prokurorisë Speciale Ilir Morina tha se nga viti 2023 kanë bërë punë të konsiderueshme në adresimin e krimeve të luftës. Gjatë vitit 2024 kemi ngritur 14 akte akuza ndaj 25 persona. Vetëm në 3 mujorin e parë të vitit 2025 kemi 4 akte akuza ndaj 6 persona. Sidomos nga viti 2023 kemi bërë punë të konsiderueshme në adresimin e rasteve të krimeve të luftës, sepse vetëm gjatë këtij viti për 2023 dhe 2024 kemi rreth 30 akte akuza, që është numri më i lartë deri më tani ndonjëherë i adresuar. Në total për gjitha akte akuzave që kemi ngritur janë 14 akte akuza në mungesë dhe për njoftimin tuaj kemi edhe 12 akte akuza të cilat vetëm se gjenden në gjykatë, të trashëguara nga Unmiku dhe Uleksi, që i bjen në total janë 26 akte akuza, të cilat janë në mungesë dhe pritet të shqyrtohet çështja e përkthimit. Ne kemi sfidë të madhe në adresimin e nevojës për përkthimin e çdo dokumenti dhe çdo dosje të krimeve të luftës në gjuhën shqipe ose serbe ose anasjelltas, për shkak të mungesës Gjykata për krimet e luftës në Kosovë, me çka ende ballafaqohen këto procese, përfshin të dhënën nga monitorimi 108 seancave gjyqësore pranë gjykatave të Kosovës në 23 land e lidhur me akt akuza për krime lufte. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka shpallur tarifa ndaj pothuajse 200 vendeve botërore, në mesin e tyre edhe ndaj Kosovës dhe Shqipërisë. Këto dy të fundit do të kenë tarifa prej 10%, mirëpo si e shohin qytetarët e Kosovës vendimin e fundit të administratës Trump. Disa mendojnë se është ngarkesë e madhe për Kosovën, të tjerët e vlerësojnë si masë reciproke dhe shpresojnë që të arrihet një marrëveshje për heqjen e kësaj tarife ndërmjet Amerikës dhe Kosovës. Sedi Halimi, qytetar, thotë se kjo tarifë është ngarkesë për Kosovën dhe se kjo taks është shumë e madhe për vendin tonë. Ai shpreson se qeveria do gjejë ndonjë zgjidhje për këtë çështje. Vallai dëm e Kosovës, domthon ngarkesë e Kosovës. Konsumatori pagun ato në fund. Domthon 10% taks për Kosovën është shumë e madhe. Po ndoshta qeveria dëgjon ai burim për hjekjen e saj, nëse është ngarkesë e madhe. Besoj që kur mbledhen gjithë ato, domthon do gjonë këtë tash tarifa 10% si edhe në eksport kjo është. Për shembull eksportuesit kanë dëm të madh. Domthon më shumë ti kanë eksportuesit. Domthon ata do të paguajnë taksën kur tin mollin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që është dëm i madh për Kosovën. Po ndoshta me mirë kuptim ndoshta e gjojnë në lehtësi diçka. Po vetëm më angazhuaj, jo me fjalë, po me vepër, me punë. Besoj që nashta iket. Ndërsa një tjetër qytetar, Pashk Desku, thotë se presidenti amerikan Donald Trump nuk ka vendosur tarifa vetëm për Kosovën. Ai shpreson në gjetjen e një zgjidhje për këtë çështje, teksa thekson dallime ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Vjosa Osmani. Donald Trump nuk ka vendosur ne, po këtë Evropës nuk e di ku e ka qëllimin çka më dal, po ai po thotë jam përveç për shtetin tim. Ne kemi reciprocitetin, do të me përmbajt, për në kanë ngatru pak Albini me presidentin, që ngatru, po aje po thot me heke, kjo halas ka thonë posë, nuk e kom dëgju, nuk e di. Edhe presidentin si tash në qitë kohë se ka mje, se po mundot ishme të rejek me marrë në vendje, se e ka dhe një jetë më bo president, edhe po
me marrë këtë popullat me të mirë me përkra dikush. Enazim Sahitaj e vlerëson këtë mas si tarife reciproke. A i thot se taksa e Kosovës ndaj produkteve amerikane ka qenë 10% dhe se sipas tij nuk do duhej me qenë as e Kosovës se as Amerikës. Po është reciproke, taksa reciproke. Taksa e Kosovës ndaj produkteve amerikane ka qenë 10% dhe është një farë balanci, po s'do duhej me qenë as e Kosovës as e Amerikës. Besoj me heqjen e taksës ndaj Amerikës dhe Amerika do ta korrigjon taksën. Brenda 24 orëve duhet me heqë taksën dhe ashtu nuk ka ndaj peshë shumë simbolike për tyrat e buxhetit Kosovës, ndërsa për çështjet e marrëdhënieve tona dypalë është shumë e rëndësishme. Ka është hap simbolik, por shumë i rëndësishëm. Presidenti Vjosa Osmani dje ka kërkuar nga qeveria e Kosovës të pezulloj tarifat e importit për të gjitha produktet nga Amerika, pasi kjo e fundit vendosi tarifën 10%. Edhe dhoma e tregtisë dhe industrisë në Kosovë ka mbështetur thirrje drejtuar qeverisë për heqjen e tarifave doganore ndaj produkteve amerikane. Gjatë vitit 2024, sipas statistikave të doganës në Kosovë, vendi ka shënuar eksporte me Amerikë mbi 39.176.701 euro, derisa në 3 muajt e parë në vitin 2025, vlera e eksportit është 5.759.490 euro. Në lidhje direkte kam zotri Shaib Murseli, i cili do të na flasë për protestën e organizuar sot në lidhje me vrasjet që ndodhen në Kosovë. Zotri Murseli, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodes. Shumë faleminderit. Si shkoi organizimi i protestës, duke ditur se kohëve të fundit jemi përballur me disa vrasje në vend? Po protesta nëse mirë ka shku edhe ka pas qytetarë që na ofën bashkënësit edhe faktikisht jemi dalë të ndërë që tyne që pëndodhen që të vrasjet, të kuri negative, që me thonë në të shkolla këtu ta se na nuk e kemi veç vrasjet, por na si organizatorë e kohës e kemi mision që të kurit negative në tona mënyrat, të mund çdo segment që do të mundohemi që t'jemi zo kundër tyre, dhe mund gjithmonë pashetutje. Zotri Murseli, protesta ka fillu nga sheshi Zahir Pajaziti, apo dhe ka vazhdu deri tek sheshi Skënderbej? Po, ka fillu prej sheshit Zahir Pajaziti, edhe faktikisht që sheshi i Cina pomenej Skënderbej. Po, se pak jam edhe emocionum pak atë të kupton. Ju kuptaj. I nderuar, a keni arritur që të mobilizoni si duhet, që të keni njerëz afër vetit që do t'ju përkrahin në këtë nismë që ju keni marrë? Tash besoj që në fillim kësaj që kemi fillu edhe qytetarët na shtimojnë me kanë mos me konë kretë të informum, por mas që tash që ne kemi vazhdu edhe nuk do të ndalemi ma, besoj që edhe qytetarët më vonë dhe të marrin vesh që e kemi mision pashetutje. Unë falemderoj shumë që ndave gjithë këto informacione për neve. Si shoqëri e si popull, ne tash do të koordinohemi që së bashku zonat e këqija do t'i luftojmë, edhe do t'ja marrëm anën, edhe do t'i mundim. A besoni që me protesta do të mund të ndikoni tek institucionet që të bëjnë më shumë në lidhje me çështjet e vrasjeve në vend? Por edhe me protesta se ne kemi edhe shtetin, kemi edhe policinë, kemi edhe gjykatat, edhe prokurorin, por faktikisht ne do t'i bëjmë presion atyre që kanë të korruptuar, që e kanë rrjetën e keqe, në shoqëni, edhe ata do t'i luftojmë, që në kanë një prokurorin, një gjykat e rregullt, mos me pas rishvet, mos me pas korrupsion, edhe ne populli nuk do të lejoj ma pashetutje, që me thonë me mendimin e popullit, edhe ne do t'ja arrisëm, që e kemi këtë mision tash, kjo është misioni organizatës Roja e Kohës.
Pas blokut të lajmeve u kthyem në studio për të folur lidhur me diplomacinë kosovare, cila na përfaqëson jashtë vendit për të folur për këtë çështje. Kam ambasadorin e respektuar, zotri Tahir Shabani, presidenti i Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim, ambasador dhe lider për paqe botërore, koordinatori i delegacioneve europiane. Zotri Tahiri, faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodis. Përshëndetje, mirënjohje, nderime dhe respekt për juve, për urgjensi që na ftoni shpejt në studio televizive dhe do mundohem të jem objektiv. Përshëndesim qytetarët e Kosovës, edhe uroj që integrimet e Kosovës të shpejtojnë në aspektin e diplomacisë kulturore, publike, akademike, parlamentare dhe institucionale. Zotri Shabani, ju e një zë shumë i fuqishëm i përfaqësimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Si po e shihni Kosovën në këto 4 vite të qeverisjes Kurti sa i përket diplomacisë kosovare në arenën ndërkombëtare? Ka qenë vështirësi e madhe gjithë kjo periudhë mandatit qeverisë 4 vjeçare, mungesa e përfaqësimit të nivelit të strukturave akademike, diplomatike në rrjetin ndërkombëtar ka qenë një mungesë e madhe, pavarësisht se në Pariz ka qenë një përfaqësim i shkëlqyeshur, edhe presidenti Vjosa Osmani ka emëruar këshilltar për çështjet e frankofonisë dhe antarësimin e Kosovës e përgëzoi për angazhimin diplomatik, edhe ambasadori në Pariz bën një punë të shkëlqyer, është frankofon, profesori me djalimi, përsa përket në disa venda, disa qendra ndërkombëtare, për shembull nëse marrim krahasim paralel diplomatike mes Parizit dhe Zhenevës. Zheneva nuk do të jetë vetëm me shërbime konsullore. Zheneva do të vazhdoj diplomacia e Kosovës të ketë më shumë shërbimin diplomatik multilateral. Jo në Kombet e Bashkuar, organizata ndërkombëtare, ku Kosova të sfida s'mund t'i kalojë vetëm pa mbështetjen e miqve dhe diplomacisë të vendet të cilat kanë njohur Kosovën. Edhe këto një dihet mungesa, pastaj emërimi i konsujve, i diplomatëve, qestion nga karriera diplomatike, pavarësisht se u rezervohet subjekte politike të kenë përqinë e tyre të përfaqësuara në diplomacinë e Kosovës, po do të mbahet, ata që janë të karrierës, do t'i mbajmë edhe ministrit jashtëm këshilltar, t'i mbajmë në Akademinë Diplomatike për promovimin e Kosovës dhe çështjet e shkëmbimeve dhe përvojave. Pastaj edhe një pikë mund të prek interesant, kur Ministria e Jashtme duhet të jetë shumë e hapur dhe transparente me institucionet akademike, nga Universiteti Hasan Prishtina, universitetet shqiptare në qytetet e Kosovës, që përmendin gjithat publike, pastaj edhe me kolegjet universitare do të vazhdojnë të marrin përvojat edhe studentë, të cilët mbarojnë duke përfunduar studimet, njihen me protokolin për çështjet e dypalçe, shërbimet konsullore, diplomacinë ekonomike, që është një sfidë kur shihet vështirësia me importet të tmerrshëm Kosova, diplomacia ekonomike është një sfidë që duhet të kenë një përvojë të shkëlqyeshme edhe studentët tanë të përgatiten. Pastaj studentët tanë meritojnë me shkuar në shërbime diplomatike konsullore, mi bë praktikat e tyre. Kjo është një mungesë që do të reflektojmë. Uroj që në të ardhmen qeveria e Kosovës me formimin e qeverisë të mendohet të reflektohet në këtë drejtim, pastaj edhe ka shumë dikastere tjera që mungojnë ministrisë qeverisë Kosovës me ministri të ndryshme. Çështja e protokollit është një çështje shumë e ndihshme, për shumë probleme thjeshta mund të kalojmë incidente diplomatike ndërkombëtare, ato incidente i kushtojnë Kosovës, i kushtojnë statutit saj juridike diplomatik në diplomacinë botërore. Kemi pa që Kosova nuk ka edhe përfaqësi në disa vende në Evropë fatkeqësisht. Janë merr me blerjen e disa ambasadave ku thanë se janë shumë të rëndësishme që të mos pagojmë qira, ndërkaq në anën tjetër kemi mungesa të ambasadorëve, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është një rëndësi e veçantë që të kemi ambasador atje. Nëse flasëm për protokollin e shtetit, është një traditë në diplomacinë botërore, kur para se të mbaroj misionin, shefi misionit ambasadori Washington apo New York, edhe për Kombet e Bashkuara organizatët, s'po ku 3 muaj përpara do dërgojmë
përfaqësuesi në radhës i cili do përfaqësoj interesat në rangon ndërkombëtare të diplomacisë botërore, që të jetë një vazhdimsi në drejtimin e bashkëpunimit dhe diplomacisë. Mos ketë mungesa në mesazh. Ato raporte të cilat i ka vazhdu deri në një stad ambasadori ynë, ato du t'i vazhdoj edhe ai që do vinë, do të në përfaqësoj Kosovën në Komisionin Evropë, për shembull, është një çështje shumë e ndihshme në qendrën e Evropës për gjithë Komitetin Evropian që sot 27 vende me largimin e Anglisë nga Bashkimi Evropian, aty do të ketë staf profesionist, do të ketë staf diplomacia ekonomike, publike, parlamentare, se është parlamenti eurodeputet, do të kemë të mirëfillt ushtarak, atashe ushtarak, gjitha këto përbëjnë thelbin e diplomacisë multilaterale, kur janë qendrat ndërkombëtare, Bashkimit Evropian, Kombet Bashkuara, si New Yorku, mund të jenë qendra të tjera botërore, Parisi, Londra, do të kemë mungojnë ambasador të karrierës diplomatike. Që për të arritur dhe ambasador me karrierë diplomatike do në 12 vite. Unë me keqardhje shpreh në këtë drejtim, kur largohet diplomati kthehet në Prishtinë edhe sillet në bulevardin Nën Tereza, nuk është pjesë e stafit ministrisë jashtme. Apo nuk e kanë dërgu dikon tjetër, shkon e carohet, thotë unë du përsëri du të qëndroj në tokën helvetike 2 mandate. Mandati është, du të respektohet protokolli. Edhe këtu shifet mungesat e rregulloria e punës së ministrisë jashtme dhe saksioneve. Kur është komisioni për vlerësimin e gradave, do të jetë parimor, jo me të shkojnë vlerësohen me grada diplomatike, një pjesë e diplomatëve, cilët me të vërtet kanë pas një karrierë politike dhe kanë qenë staf civil. Stafi civil mund të jetë vetëm atashe gradë e parë diplomatike, ndërsa stafi diplomatik do të një përvojë dhe një karrierë. Po kemi pa që me ardhin e Trump në ardhën edhe 10% të tarifave, pra për çështje ekonomike, si po ndikon kjo edhe mos bashkëpunimi i duhur edhe me qeverinë amerikane? Këtu është urgjent që Kosova të reflektojnë këtë drejtim, se këto tarifa doganore do të diskutohen me Washingtonin, nuk mund diskutohen në Prishtinë. Prishtinë është ambasada amerikane, është një parajs edhe është një mbrojtje e Kosovës në krizat balkanike që po zhvillohen me fqinj të anë. Përse i përket tek tarifat, do të kemë ekonomist grupi negociator me grupët e punës amerikane, do të kërkojnë dhe diskutojnë nga afër këtë çështje. Këto nuk drejtohen me deklarata politike dhe publike, po kanale diplomatike, veprimet e tyre do t'i bojnë heshtje. Këtë çështjen e tarifave doganore dhe Evropa e ka me shqetësim të madh. Pastaj, presidenti Macron shkoi takoi presidentin Trump urgjentisht, por vazhdimisht shkojnë edhe të lutën edhe të përkulen para presidentit Trump për çështjet e ekonomisë, se nivelin e ekonomisë Amerikanë rreth parë ka interesat e veta, pastaj kujton ku jemi në një zonë gjeografike, Ballkanin Perëndimor. Ne nuk harrojmë se nëse jemi sot në këto studio edhe Kosova po shkon drejt integrimeve evropiane, në antarësimin e Bashkimit Evropian, NATO dhe Kombet e Bashkuara, konkretisht është intervenimi i NATO-s, edhe mbështetja, edhe luftëtarët e lirisë cilët kanë dalë, kanë marrë pushkën, kanë marrë armë dhe kanë luftu për këtë Kosovë të lirë. Po Kosova e lirë ka arritur, po këto të arritur deri sot do të mbahen edhe të nderohen, që në termën të respektohen edhe ata që kanë kontribuar, nderohen, edhe të vazhdojmë drejt integrimeve, duke krijuar partneritet me bashkimin sa më të fuqishëm evropian dhe Kombet e Bashkuara. Një farë këta lideret kosovarë e ngushëllun vetën se Serbia e pa tarife më pak më të nolë se neve. A duhet të ngushëllun vetën në këtë mënyrë, ambasador? Nuk ka kuptim, në që kuptoj. Po kur është një qeveri në largim, edhe kompetencat kushtetuese për veprime i kanë më të kufizuara. Pastaj veprimet nga njëherë të ministrave të Kosovës në këtë çështje do të reflektojnë shumë ngadalë, do të kenë kujdesin e madh. Nëse i kthejmë zgjedhje parlamentare me non shkurt, ne ishëm vëzhgues, kem pas gjatë vëzhgues në gjithë territorin e Kosovës dhe kem vëzhgu procesin në aspektin e vëzhgimit mobil. Procesi ka shku shumë në rregull, pastaj edhe deputet dhe personalitetin nga Bashkimi Evropian fillon me pyet çka po ndodh, ku janë rezultatet, pse sformohet qeveria.
Edhe për këtu është kriju një, që s'ka ndodhur ndonjëherë, nga lufta e Kosovës, 99 e këndej. S'ka ndodhur ndonjëherë që rezultatet nga dalësohen edhe të asërohen edhe subjektet politike të numërimi votave diasporës. Këto është për të reflektuar në termen që Parlamenti i Kosovës me Komision për Integrime dhe Mërgat. Është domosdoshme që në termen caktohen sa vende për Evropë, sa për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfaqësohen nga jashtë Mërgata. Jo të jenë pjesë të listave nga subjektet nga Kosova, që ti kemë përfaqësues të tonë, të përfaqësojnë ekonomist, diplomat, pedagog, karrierë, diplomacie, ata që kanë kontribuar që janë pjesë e dëshmisë në shtetet ku jetojnë Bashkimin Evropian. Ne do të ndryshojmë këtë ligjin për zgjedhjet parlamentare dhe edhe gjitha ato rregulla që janë bazë për këtë. Do të ketë reformë Komisioni Zgjedhor. Komisioni Zgjedhor do të integrohet drejt Bashkimit Evropian, do të përgatiten me trajnime, me përvoja të ndryshme nga Komisioni Evropian. Evropa është e gatshme me përgatit. Këta do të kenë vullnetin politik dhe diplomatik që të shkëmbejnë përvojat. Pse po mungon ky vullnet? Po mungon ky vullnet se ne tani mendojmë se kemë arritur çdo gjë dhe jemi të funksionu si shtet. Po nuk do të me harru nga njëherë se rezoluta 1244 ende është në fuqi. Edhe misioni i Kombeve të Bashkuara është në Kosovë, New York kur është Këshilli i Sigurimit, është prezent kur flet presidenti i Kosovës, qeveria e Kosovës pranë Këshillit të Sigurimit, janë shoqëruar nga përfaqësues të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Edhe kjo, përballë kësaj rezolute, Kosova po ecën, por nuk do të me harruen që pavarësinë e plotë ende jemi kushtetutën e Marti Ahtisarit, presidentit historik i cili na ka kontribu për vendin. Ne nuk mund të quajmë zgjedhje të referendum edhe zgjedhje për ndryshime. Ne kur bëjmë ndryshime, do të kemë majorancën, edhe ndryshimet kushtetuese në Kosovë do të reflektohet shumë në qeveri, në institucione, në parlament. Është shumë e vështirë edhe është një sfidë me pasoja nëse mendojmë për ndryshime kushtetuese, kur ende jemë me vështërsi kur vendet e Bashkimit Evropian nuk janë gjitha që kanë njohur Kosovën, përballë kësaj e kemë mungesën, handikapin më të madh e kemë antarësimin e Kombeve të Bashkuara. Në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s shkojmë nga 20-30 delegacione, por ku ka arritur, kemi arritur, nëse presidenti Trump është gjendje me fut në agendën e Kombeve të Bashkuara Kosovën dhe antarësimin e saj, unë jemi bindur se s'ka një forcë kundërshtare Kosovë që do të na pengoj. Edhe do të kemi ulsën tonë në Kombet e Bashkuara. Ambasador, përmendet edhe çështjen e njohjeve, pra gjë që s'na gënum, pra në një periudhë 4 vjeçare patëm vetëm një njohje dhe ajo erdhi nga zotëri Begjet Pacolli, pra. Unë përshëndes presidentin Pacolli për punën e tij, angazhimin e tij për njohjen e Kosovës. Njohja nga Kenya. Kenya është një vend i fuqishëm në aspektin ekonomisë, ka një popullsi 50 milion banor. Për neve është nderë që të kemi raporte diplomatike dhe të ratifikojmë marrëveshjet e njohjeve me Kenyan. Pastaj, këtu shifet mungesa e ministrisë jashtme. Do të bashkëpunojmë me gjithë ish-ministrat që kanë qenë qeverinë e Kosovës, kanë udhëheqë diplomacinë. Do të punojmë të jetë një bord, i përbashkët që mund të jenë lobust më të mirë të Kosovës. Unë kom ftesë me shku këtë pranverë në Algjeri. Jam i ftuar nga kanali parlamentar në parlamentin algjerian. Kom diskutuar me presidencën e Kosovës, do marrë disa rekomandime para se të tëj për Algjeri, Maroc dhe Tunis. Është regioni Magrepit ku 3 shtetet s'kan lëvizur për njohje të Kosovës. Do jetë një lobim shumë i mirë diplomatik, pasaj kom lobu edhe të Armenia, Azerbajgjani, përmes kulturës dhe diplomacisë kulturore. Duke përdor diplomacinë kulturore, kom një çështje të shkëlqyeshme në OKB, Komisionin Evropian dhe organizata ndërkombëtare. Për herë të parë nëse flitet për OBT-n, Organizatën Botërore të Tregtisë, kom organizuar agjendat për qeverinë e Kosovës përmes forumeve ekonomike. Pastaj kem qenë pjesë përbërëse të delegacioneve botërore. Aty kena lobu për Kosovën, po gjithnjë kom kërku nga ministrat kosovarë që të konsultohen me partnerët e tyre, diplomatë të cilët janë të akredituar në Zhenevë. Të konsultohen para se të bëjmë ndonjë
qosje, të morëm të njojnë e Kosovës, të morëm një vendim njanshëm, unilateral, unë shumë e rrezikshëm nga njëherë në diplomasi nëse veprojmë në vete. Prandaj, konsultimet dhe raportet do të forcohen këtë drejtim. Ne kemi pa dhe një kokëforsi, një farmyrë themi të zoti Kurtit sa i përket diplomacisë amerikane, pra duke refuzuar disa nga marrëveshjet që u propozuan nga ta. A mendoni se me ardhjen e Trump kjo kokëforsi e Kurtit nuk do t'i sjellte mirë Kosovës? Shumë e vështirë konfliktit konteksti i miqësisë së shenjtë. Miqësinë e shenjtë ka fillu presidenti historik Ibrahim Rugova. Atë miqësi do të harrojë me Shtetet e Bashkuara, me Shtëpinë e Bardhë. Ne lobus më të mirë kanë qenë shqiptarët në Washington e New York që kanë lobu për Kosovën, shoqata vatra, aktivistë, që gjithë kanë kontribuar. Tash kanë rru konteksti diplomacisë botërore, kanë ndryshu komplet. Prandaj edhe qeverisë Kosovës në tarmen i dohen lobist nga Kombet e Bashkuara, do të bashkëpunojnë me shqiptarët në Amerikë, me shqiptarët në Evropë, që të organizohet një lobim i përbashkët. Kem shkencëtarë që janë të fizikës bërthamore sot në Washington, janë në Gjenevë, janë në Paris. Ata mund ndikojnë tek misionet diplomatike. Lobimi diplomatik është një sfide përbashkët. Prandaj, ne jem gatshëm t'ju afrojmë mundësinë edhe qeverisë në tarmen, qeverisë Kosovës dhe kuvendit e Kosovës që të lobojmë bashkarisht për njojjet e reja dhe lobimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe botën përparimtare. Zotri, e kemi pa që juve vazhdimisht bëni për të mirën e shqiptarëve dhe jashtë javë të Kosovës, pra tashmë po planifikohet të hapet edhe një shkollë shqipe në Francë. Pra sa do të ndihmonte edhe më tutje shqiptarët atje? Për shkollën shqipe ka kohë që ke marrë iniciative me zojën time cila ka qenë e burgosën politike të të njështë që për pjesëmarrëse manifestime të të njështë në pej, është arrestu, e kam bajt në burgë, pastaj erdhi, kriju familjen, lobum për Kosovën, pritëm delegacionin nga Shqipëria, Kosova, Macedonia, troje shqiptare. Edhe ndërkohë, morëm iniciativen që të hapëm. Ne do startojmë maj shkollën e parë Shqipe në zonën kufitare me Zheneven, do tjetë me motën për të ndjerën, për Kadire Shabani, cila ka lobu për arsimin, për kulturën dhe integrimin e shqiptarëve në Francë. Edhe këto konsultimet i kemi realizu gjitha me Këshillin Bashkiak, kryetarin e komunës, në kryetarin për çështje arsimore, kulturore, është votuar në Këshilli Bashkiak, kom kërku procedurat rregulla që të hapet një shkollë edhe mes lëvizjet ajo të mbrohet. Po në shkollë do të trajtohet laiciteti, do të trajtohet arsimimi, do të flitet për rolin e prindërit si do të shoqërojnë deri moshën madhore fëmijët e tyre në arsim, në shkollë, shëndetësim moral dhe në jetën e përditshme. Prandaj, me prindët e shqiptarë edhe me autoritetet franceze, shumë shpejt do të startojmë shkollën e Shqipe, uroj që në të ardhmen të bëjmë do një reportazh në kodët e reportazheve dhe promovimit të shqiptarëve, se duke menduar që fëmija shqiptar të mësojnë alfabetin e tyre dhe të jenë pjesë integruese në shtetin francez, ajo është sfida imja. Aty është kënaqësi të arrihen këto. Unë besoj shumë shpejt se do ftoj nga Ministria e Arsimit nga Kosova, që të nderoj me mirënjohje autoritetet franceze, të krijohen ura bashkëpunimi mes aty në shkolla, ku mësojnë ata fëmijë shqiptar niveli i ulët edhe i lartë, gjimnazë, shkolla fillore, që përmes shkollës shqipe të jetë një vend e lobimit për bashkëpunim mes shkollave të Kosovës, të Shqipërisë, Maqedonisë dhe shkolla franceze. Të krijohen mundësi të vinë zonësa nga Kosova, të kalojnë me javë tëra, edhe nga ne të vinë këndej. Frankofoni, jem pjesë e frankofonisë, do kemë edhe pedagogë që flasin dy gjuhë shqipë, frangishtë dhe gjuhë tjera, gjuhën angleze, do të na ndihmojnë shumë mirë për lobim. Se është me rëndësi që të kontribuojmë këtë drejtim, të hapëm një kapitull të ri, edhe të shkojmë të jem shembull të fëmijëve shqiptarë, të programet shqipe, programi i arsimit, të jetë konform Ministrisë Arsimit të Kosovës dhe Shqipërisë, programi shqip. Sigurisht që është mjaft më rëndësi, pra si shihni ju rolin e diasporës edhe në këto zgjedhjet e fundit, po edhe në përgjithësi në lobimin e tyre në përbot? Nëse shohim për çështjet e zgjedhjeve, ka shkuar të balancu pak citata tek vota diasporës, se para 4 vite ka qenë të merë.
Diaspora jonë ka arë këtu pa mendu heq, pa reflektu, ta votojmë, ta bojmë ndryshimin. Ato për mu kanë qenë qosje pa menduar. Këto zjedhe kanë fillu më qëtësu pak, e dhuroj që diaspora jonë i kthehet punës tyre, ma shumë të kontribojnë drejtimin e tyre, se të merren me politikën e Kosovës. Politika Kosovës do t'i ndëroj, t'i respektoj mërgatën, në pushime kur vinë, edhe të kontribojnë ato komuna ku kanë qasjen e tyre nga vendimja ku vinë. Përse përket lobimit, ata mund të lobojnë drejtimin e Kosovës, po jo t'jenë pjesë ndërhyrjeve dhe çështjeve, nuk do të krijohen diaspora, do të ketë të luajë rolin e mirë, të respektojnë institucionet e Kosovës, të respektojnë legislativin, ekzekutivin dhe t'jenë barabartë para drejtësisë. Se gjyqësori është shtylla e shenjtë tek njeriu edhe qytetarët. Do të respektojmë. Asnjë nuk është mbi ligjin. Gjithë. Nëse një president francez kërkohet nga drejtësia, si është presidenti Sarkozy, ju ka përgjigj drejtësisë është dënuar. Do thotë s'ka ndër ftesat edhe nga gjykatat, personalitetet në Evropë i përgjigjen çdo herë. Ndërkaq në Kosovë. Kjo vlen edhe për Kosovën. Kosova do të reflektoj se për këtë do të respektohet ndarja e pushtetës. Aty ku s'ka ndarje, ku s'ka ndarje të pushtetit, aty demokracia shumë e vështirë të funksionojë. Edhe kjo ka qenë filozofia e Montesquieu, filozofit francez, para revolucionit francez në 1789 e kalon të mesazhin. Aty ku s'ka ndarje, është vështirë të funksionojë demokracia ku s'ka ndarje pushtetesh. Edhe po i dha shumë pushtet, ai mund të abuzojë. Merë një komunë vogël, po i dha shumë pushtet, edhe unë gjithë, vazhdimi pys edhe në komuna, se keni me kuvendin, a keni vështësimi kalu vendimet. So një nuk e kem problem, aty shifet se dominon një subjekt, do të ketë balancime si në kuvend, si në komuna, ansamblis do të respektohet edhe zëri tyre. Ndërkaq në Kosovë neve kemi qef, edhe kryeministri ka kërku që të ketë ftesë që prokurorët të vinë në zyrat e tij për ta intervistuar ata. Ndërkaq ministri Agjiu kërkoi që të ketë edhe një numërim të votave të diasporës, pra që neve si qytetarë një farë mënyrë na lëkund besimin në drejtësinë e vendit, pra. Po do të më reflektu ma shumë ata qeveritarë të Kosovës, kur jem muin prele, në shkurt kam baru zgjedhjet parlamentare. Për këte unë ma herët e zhvillova bisedën, që të bisedën se e kujtova që do të reforma në KQZ, kodin zgjedhor, ligjin për zgjedhje, gjitha këto do të sfidat i kaloj. Komisioni parlamentar për kushtetutë dhe legislacion do të reflektoj shumë këtë drejtim. Ka një përgjegjësi të madhe, se këtu kanë kalu ligjet vazhdimisht pas pavarësisë së këndej, Kuvendi i Kosovës i ka kalu në pako ligjet drejt integrimeve pranë, po ato janë me mungesa. Sot po shihen pasojat e legjislacionit të Kosovës që kanë kaluar pa reflektim nga Kuvendi i Kosovës. Prandaj këtu duhet veproj edhe diplomacia parlamentare. Diplomacia parlamentare është një sfidë e domosdoshme që Kosova do të avancoj, ta kaloj sa ma letë këtë çështje, se është mungesë. Vinë deputet do të keni përvojë. Në është të vështirë, jom dakord me morë nga mërgata, nëse ai nuk ka qenë do një aktiv, ka qenë në komunat evropiane, ku i mbo zgjedhjet pashkijake, regionale dhe nacionale, s'ka qenë aktiv në rjeta, si do vi të kontribojnë për Kuvendin e Kosovës nga mërgata. Nuk kem nevojë deputet vetëm t'jenë numër, të numërojnë për të votojnë nëse kërkohet nga grupi parlamentar të votojnë ligjet. Ata do të mendojnë edhe të reflektojnë nga vetvetja, të mendojnë a ja vlen me votu këtë ligj, a kom drejt me kundërshtu si deputet. Prandaj, janë sfidat maja që Kosova do t'i kaloj, për one parimi bazë tek ligjet, është që mbi ligjet edhe legislacionin nuk ka asgjë. Ato janë plot fuqishme, derisa votojnë nga gazetën zyrtare, edhe votojnë nga Kuvendi i Kosovës, gjitha vendimet që vinë, ne i kena votu, dekretet janë dekretu gjyqtar nga presidentja e Kosovës, nga presidenca, duke respektu gjitha
protokollet ligjore për arritjen si gjyqtare prokuror, edhe do t'i respektojmë. Prandaj këto handikepi unë shumë i madhe të legislacioni edhe të gjyqësori i Kosovës. Këshilli gjyqësor ka përgjegjësi të madhe, si këshilli prokurorial. Ata do të reflektojnë kur ka deklarata të tilla nga qeveritarët e Kosovës. Do të jenë pavarur veprimet e tyre edhe të mbrohen me çdo kusht çështja e tyre dhe parimi i tyre bazë duke ruajtur një neutralitet edhe në procedurat gjyqësore. Ambasador, unë të falenderoj shumë që na i dha të gjitha këto referenca se çka duhet të bëjmë si qeveri Kosovës bazuar në eksperiencat e juaja shumë vjeçare, pra duke luftuar për çështjet e Kosovës dhe duke kontribuar vazhdimisht që të kemi të mira në Kosovë. Faleminderit shumë që ishi pjesë e Infodis. Ishte nder dhe kënaqësi, ju falenderoj, ju përshëndes bashkë me stafin, përshëndes qytetarët e Kosovës, të rinjit shqiptare, kujdesin në shkolla, në arsim, do të çtohet siguria, përshëndes forcat e rendit të Kosovës, cilët mundohen të jenë linjë të sakrificës, linjë të parë për qytetarët e Kosovës, edhe uroj që Kosovës bashkë me Shqipërinë dhe tërë shqiptarët shkojnë drejt integrimit të Bashkimit Evropian e të krijohen programe sa më shumë akademike, programi Erasmus i Bashkimit Evropian të implementohet në Kosovë, që rinia jonë nga studimet të vazhdoj me përvoja 2-3 javë, 1 muaj, në pranë shkolla verore, dimrore, Komitetin Evropian. Që do të na shërbente jashtëzakonisht shumë, çdo të rini në Kosovë. E ne kthehemi në studio për të diskutuar lidhur me çështjen e tarifave të vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në lidhje direkte do ta kemi ekonomistin Besar Dreshaj. U kthehem në studio për të diskutuar në lidhje me tarifat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur Kosovën, pra për 10% të tarifave në lidhje me çështjet ekonomike pra të vendit, kemi për të diskutuar me ekspertin e ekonomisë zotri Besar Dreshaj. Besar, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodis. Faleminderit, është kënaqësi gjithashtu. Besoj që keni parë lajmet në lidhje me tarifat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur Kosovën. Si shihni ju, pse kemi ardhur deri te këto tarifa? Po, edhe ne si lidhje biznesi Olikës Kosovës jemi të informuar dhe kemi parë këto vendime të Trumpit në të cilën i ka bërë jo vetëm për Kosovën, por pothuajse për krejt Ballkanin, Evropën dhe me tërë. Këto për Kosovën janë tarifa të cilat besoj që po të kishte vepruar qeveria me hershëm, me mirë dhe me të kishte larguar këto tarifa ndaj Amerikës, ne sot nuk do të bisedojmë fare për tarifat nga ana e Amerikës, sepse do të japim një mesazh pozitiv Amerikës se ne si popull dhe ne si vend si Kosovë, juve kemi aleatin kryesor dhe aleatin kyç, edhe në politikë, por edhe në strategjitë ekonomike, biznesore dhe në fushat e tjera. Kështu që në qoftë se analizojmë në parim, ne jemi në kategorinë e tretë që mund të themi me tarifat më të vogla me 10% me krahasu sidomos në shtetet e regionit me shtetet fqinje, të cilet i tekalojnë edhe mbi 30% të tarifave doganore sa i përket shkëmbimit tregtar mes vendeve të tyre dhe Amerikës. Mirë po, ne si lidhje bizneseve kemi reaguar qeverisë dhe kemi kërkuar nga institucionet përkatëse që këto tarifa duhet të largohen sa i përket Kosovës ndaj Amerikës dhe njëkohësisht duhet të fillojë negocimet të menjëhershëm, sepse ne nuk kemi kohë të humbur dhe nuk bën që ekonomia e Kosovës, edhe pse është dëmtuar dhe është e vogël, ne nuk guxojmë që të dëmtohemi më shumë dhe të përçojmë mesazhe të tilla se edhe Kosova është pjesë e atyre tarifave të cilat Trumpi ka nxjerrur. Zoti Dreshaj, e keni diskutuar me bizneset të cilët operojnë në Amerikë, çfarë dëme mund të sjellin këto tarifa? Po, ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me bizneset edhe për këtë problem të cilën është ngritur tani, kemi takuar dhe kemi vizituar ato bizneset të cilat përballen me këtë prekje të tarifave. Ato janë të shqetësuar sepse mund të rrezikojnë humbjen e tregeve të tregut të Amerikës pas një periudhe kohore të cilat me mund dhe sakrificë kanë arritur që të sigurojnë ato tregje, për shkak se tani çmimet do të ndikojnë në tregun e Amerikës dhe përderisa ti nuk mund të jesh konkurrent me produktet në tregun e Amerikës, atëherë rrezikohesh se prodhimet madje në Kosovë në tregun e Amerikës rrezikohen për të lancuar me tutje e nuk diskutohen pastaj për rritje dhe shkëmbim tregtar.
Pra, themi kështu më qartë nëse ata vazhdojnë të operojnë në Amerikë, pra duhet të ulin çmimin ose të arrisin çmimin që të mënyrë që të përballojnë rezistencën ekonomike e cila përballet këto biznese. Pra, nëse kanë rritje të çmimeve, praktikisht mundën me pas edhe humbje të shitjeve atje. Pra, qysh funksionon kjo çështje? Kjo në kupton se automatikisht rritja e çmimeve do të kalon 10% pas këtyre të vendimeve të cilat janë nxjerrur kohë të fundit dhe produktet e Kosovës të cilat janë shitur në rubrikën dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë kemi të bëjmë që do të ketë rritje mbi 10% të çmimeve në tregjet e Amerikës dhe kjo do ta bënë që produktet e Kosovës do të rrezikohen që t'i humbin edhe ato tregjet të cilat me mund të sakrificë. Atëherë ne si institucione dhe si lidhje bizneseve kemi kërkuar nga qeveria, nga presidenta, nga ministri dhe njëkohësisht kërkojmë së shpejti edhe me formimin e qeverisë së re që duhet shumë shpejt që të fillojnë negociatat dhe Kosova duhet të heqë çdo tarifë doganore sa i përket me Amerikën. Ne e dimë që Amerika është një vend tepër i fuqishëm dhe njëkohësisht ka edhe fuqi potenciale për tregjet dhe konsum për produktet e Kosovës. Ne si vend i vogël kemi nevojë për shtetin me aleatin tonë Amerikën, sepse vetëm duke bërë lidhjet jo vetëm politike, por edhe ekonomike, ne do të përfitojmë jashtëzakonisht shumë nga Amerika, e sidomos nëse ne nuk vonohemi dhe brenda javës si largojmë ato tarifa, atëherë ne mund ta shfrytëzojmë jashtëzakonisht mirë tregjet e Amerikës, kur dihet që krejt Evropa është pjesë e këtyre tarifave doganore dhe Kosova ka zero atëherë tarifa dhe kjo do të dikon për të simuluar edhe prodhuesit, por edhe tregun e Amerikës për të konsumuar dhe për të kërkuar tregun e Kosovës, duke ditur që atëherë tarifat tonë janë 0-0 mes dy shteteve. Zoti Dresha, mirë, po a ka pasur sa duhet lobim nga qeveria vend në lidhje me këto çështje? Po për fat keq, po vret që qeveria nuk ka pasur veprime të duhura, mund të themi që ndoshta kanë pasur takimet të cilat nuk kanë vazhduar matutje, ose mund të themi që kanë qenë konferenca mediale dhe kanë mbetur vetëm konferenca mediale, por nuk i kanë shtyr me tutje dhe kjo është mesazhi në të cilën sot gjendemi. Andaj unë dhe lidhja e biznesit të Republikës Kosovës i kemi dërguar edhe ftesë publike, por edhe në mënyrë elektronike që duhet brenda javës që këto veprime të eliminohen dhe tarifat doganore të jenë 0-0 mes Kosovës dhe Amerikës. Jo vetëm mes Kosovës dhe Amerikës, por duhet të analizojmë edhe disa shtete të cilat i kemi miqe dhe aleate të cilat mund të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Republikës Kosovës, e sidomos në prodhimin e Republikës Kosovës. Ne nëse morim krahasimin mes vitit 2024 dhe 2025 për 2 muajt e parë të këtij vitit me krahasim me vitin 2024, është një mesazh jashtëzakonisht i keq sepse prodhimin e Kosovës duke ulur dhe importet në Kosovë janë duke rritur. Një çështje që po përballemi tash së fundit është edhe çështja e shtrejtimit të energjisë elektrike, parapritet që të ketë një shtrejtim të energjisë elektrike. I nderuar, ju keni biseduar me bizneset kosovare, pra si e shihni juve, sa do të ndikojë në ato keq kjo rritje e çmimit? Sa i përket politikave të ZRE-s në rritje të çmimeve, këtu i kishin ndonë 2 veprime të cilat ZRE-ja ka paralajmëruar me rritjen e çmimit të 15% do të ketë një tronditje, mund të themi, në ekonominë, por edhe në mirëqenien e qytetarëve në shportën e konsumit të qytetarëve, sepse këta nuk po e kalkulojnë mirë dhe ndoshta pi konvenon që ta përdoren në kalkulim të veçantë dhe jo ai i cili do të zbërthehet pastaj dhe do ta shohim se cili qytetar në mirëqenien e tyre se rritja do t'i kalon ato 15% për shkak se do të ketë rritje pastaj të çmimeve të prodhimit, të kostot të prodhimit dhe njëkohësisht ajo do të zbërthehet edhe në rritje të produkteve dhe në çmimeve dhe qytetarët do ta kupton mesazhin e rritjes të energjisë elektrike kur ta merr shportën e konsumit. Jo vetëm në fakturat e energjisë, por do ta kupton edhe në shportën e konsumit dhe kjo i bën që rritja do të jetë dyfish për konsumatorët dhe për qytetarët e Republikës së Kosovës, e për fat keq në periudhën kur në të cilën mirëqenia e qytetarëve është bukur e lënduar dhe mund të themi e rëndë për të jetuar dhe për të bërë një jetë më të mirë në Republikën e Kosovës. Sa i përket politikave tjera
të ZRS, e cila ka kërkuar që duhet të bëhet një liberalizim i tregut brenda periudhës kohore 2 muajsh, dhe këtë kemi kundërshtuar për shkak se bizneset tona nuk janë të përgatitur dhe nuk kanë qenë me kohë të njoftuar, dhe kemi kërkuar që duhet spaku 2 vite të jepet hapësirë dhe mundësi bizneseve që të tregojnë dhe të kërkojnë dhe të sigurojnë tregën e lirë të energjisë elektrike. Ata po thirrën në një politikë se është shumë e vërtetë që Kushtetuta e Republikës Kosovës në 10 thotë që në Republikën e Kosovës duhet të kemë liberalizim të tregut pa marrë parasysh në çdo fushë. Kosova ka ekonomi të tregut të lirë, mirë po nëse llogaritet për atë aspekt që zbatohet në 10, atëherë qeveria e Republikës Kosovës është dashur ta bën liberalizimin e tregut edhe për energji, edhe për aeroport, edhe për disa veprime tjera të cilat ka krijuar monopol. Lidhja e bizneseve mbështet protestën e organizuar me 5 prill. Ne do të morrim pjesë me biznese në atë protestë. Kemi pas takime dhe me iniciatorë të kësaj proteste dhe ne i ftojmë të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, i ftojmë të gjitha subjektet politike, pa më parasysh a janë pushtet, a janë opozit, i ftojmë të gjithë spektrin edhe të ekonomisë për edhe qytetarët dhe shoqërinë civile, që t'jem zëri i bashkuar dhe të ngritim, sepse kjo është në të mirë të qytetarëve të Republikës Kosovës, e mbi gjitha në të mirë të zhvillimit ekonomik dhe në të mirë për të japur mesazh edhe investorëve që Kosova është ambienti më i mirë për të ardhur dhe për të investuar në Republikën e Kosovës. Mirë, po kemi pa që kjo qeveri fatkeqësisht ka përmendur edhe çështjet e luftës gjatë mandatit të tij. Pra, sa ka ndiku kjo që të mos ketë ardhje të reja të bizneseve në Kosovë? Pra, kur vazhdimisht po përmendet çështja e luftës, qysh mundet me ardhë një biznes të investoj, duke menduar se nuk është çështja stabile? Po, për fat keq, nganjëherë zyrtarët e qeverisë kanë rënë dhe me vedije apo pa vedije kanë rënë nganjëherë edhe kurthat e shtetit armik, siç e kemi Serbinë, dhe vazhdimisht e kanë diskutuar në për mediat edhe lokale, por edhe në mediat ndërkombëtare që Kosova është një vend i pasigurt dhe mund të rrezikohem që të kemi luftë së shpejti. Ne kemi zhvilluar takimet me investorët e huaj në shtete të ndryshme, qoftë me Gjermaninë, qoftë me Suedinë, por kohët fundit kemi zhvilluar takimet edhe me Turqinë dhe pyetja e parë e tyre që ishte a thu Kosova a ka mundësi për me ta siguru neve pasurinë dhe investimet të cilën e bëjmë në Republikën e Kosovës, përderisa ju e gjeni në situatë jo të mirë dhe prit çdo moment kenë tensione dhe trazira. Ne kemi kërkuar nga qeveria që të jetë vazhdimisht kujdesshëm sa i përket këtyre deklarimeve. Kemi kërkuar që për çdo gjë të cilat sa i përket sigurisë të mbeten në korniza të kufizuar të mbrëmshme dhe nuk ka nevojë të dalin publik sepse atëherë po sjellen pasoja në aspektin ekonomik dhe kemi humbje të tregjeve dhe shtrëngullim të tregjeve mes Kosovës dhe Evropës dhe me gjerë, sepse mund të flasim me një deklaratë mediale, por pastaj pasojat në ekonomi janë jo vetëm ditore, por janë, mund të themi, mujore dhe vjetore, dhe kjo ka një mesazh qartë se 2 vitet e fundit nuk kemi pasur investorë të cilët të mund të potencojmë që kanë qenë të rëndësishëm që kanë investuar në Kosovë. E për fat keq Serbia ka shfrytzuar jashtëzakonisht mirë këtë periudhë kohore në të cilën ne nuk ditim të shfrytëzojmë dhe Serbia ka marrë jashtëzakonisht shumë investitorë të ndryshëm, për fat keq edhe prej shteteve aleate tona sikur që është Amerika, Gjermania dhe shtetet tjera. Kështu që diskursi politik i qeverisë së Republikës Kosovës, por edhe qeverisë së ardhshme kushdo qoftë që vjen, duhet që të jenë të kujdesshëm dhe duhet ta kuptojnë që ekonomia dhe mirëqenia e qytetarëve nuk bëhet dhe nuk zhritet, as nuk zhvillohet, as nuk përmirësohet vetëm me një deklaratë, por duhet të bëjmë politika të cilat të ndikojnë. Ne kemi kërkuar dhe kërkojmë vazhdimisht që duhet të bëhen reformat sa i përket legjislacionit në fushën e ekonomisë, njëkohësisht duhet të bëhen edhe politikat e pakave fiskale që duhet të ndryshojnë, sepse vetëm me politikat e pakave fiskale të cilat do ta lehtësojnë edhe prodhimin dhe zhvillimin ekonomik dhe të bëhet biznes në Republikën e Kosovës, do të jetë Kosova një udhkryq pozitiv për çdo investor dhe për ta lidhur tregun me pjesën e Ballkanit dhe të Evropës, sepse Kosova mund të zhvillohet jashtëzakonisht mirë, ka potencial, ka energji dhe ka rini dhe ka fuqi punëtore, të cilën ne kemi nevojë vetëm të stimulojmë dhe kemi nevojë në fund të fundit neve mos na pengon politika,
në qoftë se nuk do më na mbështet dhe më na ndihmu Bili Spaku me politikat e gabueshme, mos na dëmton sepse kemi potencial për të rritur dhe për të zhvilluar vendin tonë. Inderum një çështje që është mjaft e rëndësishme për bizneset është përkraja nga qeveria e vendit. Pra, si e keni pa ju në këto 4 vite mandat të Kurtit, sa janë përkra bizneset kosovare? Po, nëse themi që nuk kem përkra fare, atëherë nuk jemi të sinqertë dhe luajmë një pozicion jo të mirë dhe jo korrekt. Mund të themi që ka pasur disa politika të cilat janë munduar ta mbështesin ekonominë dhe biznesin në Ligën e Kosovës. Ka pasur çaste të cilat kanë menduar që me superpunë do të ndihmojnë në aspektin e punësimit në momentin e liberalizimit për largimin e fuqisë punëtore, por ato në fund nuk kanë hapur rezultat dhe nuk kanë ndikuar në përmirësimin dhe në gjendjen në të cilën kanë gjendë Kosova dhe veprimet të cilat është dashur. Ne kemi rekomanduar disa pika të cilat të qeverisë kemi dërguar se këto janë politikat të cilat duhet të miratohen dhe duhet të mbështeten veprimet dhe bizneset dhe afaristet në Ligën e Kosovës. Nuk kemi nevojë të shpikum diçka, po kemi nevojë vetëm të shikojmë shtetet e cilat i kanë ndjekur ato hapa dhe kanë pasur rezultate jashtëzakonisht mira, e sidomos në periudhat kohore kur Kosova gjendet në situatë që ende nuk kemi një fuqi as politike dhe as fuqi ekonomike. Mendoj se qeveria duhet ta bënë një draft dhe një strategji e cila do të parashen se ku do të jetë Kosova në 2030, ku do të jetë Kosova deri në 2050. Dhe ato politika duhet pastaj të vazhdohen edhe mos të ndërpriten, sepse ne po kemi politika ditore dhe veprime të cilat mund të themi janë vetëm veprime sa për konsum të brendshëm politik elektoral, por nuk po kemi veprime të cilat po sjellin bazë e zhvillimit ekonomik dhe japin frute. Në qoftë se jemi dëshmitar në vitin 2015-2017, kemi pasur ndryshimet e politikave fiskale dhe kemi pasur edhe ligjin për strategji për investime strategjike. Në qoftë se shikojmë pastaj në veprimet të cilat kanë sjellur benefite këto ndryshime, mund të themi që kanë qenë jashtëzakonisht pozitive dhe kemi pasur një zgjerim dhe rritje jo vetëm brenda Kosovës, por edhe jashtë Kosovës me produkte dhe me tregjet e Evropës. Andaj çdo veprim pozitiv dhe çdo ndryshim të pakun fiskale do të jetë pozitive. Unë në çdo takim, në çdo konferencë dhe në çdo tërheqje them që ekonomia mos pret që ka rezultate brenda javës ose brenda muajit me veprimet të cilat i bëni ju. Por këto do të japin rezultate brenda mandatit juaj dhe po edhe kur nëse nuk jeni ju, do të vlerësoni për punën e mirë të cilën e bën secila qeveri. Andaj ne lutem që qeveria në ardhje duhet ta kupton rëndësinë dhe prioritet të jap zhvillimit ekonomik, sepse kur kemi një zhvillim të fuqishëm dhe prodhim të fuqishëm në Ligën e Kosovës, ne kemi edhe arsimin e fuqishëm, e kemi edhe shëndetësinë e fuqishëm, por e kemi edhe mirëqenien e qytetarëve tepër të mirë pastaj, sepse pa zhvillim, pa prodhim nuk mund të flasim për një mirëqenie dhe për fusha tjera më të mira. Zoti Dresha, ju falenderoj shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodes dhe të na japësh të gjitha këto informacionet që kanë të bëjnë me gjendjen e ekonomisë në Kosovë, po ashtu edhe bizneseve që operojnë jashtë vendit. Ishte kënaqësi, ju përgëzoj dhe ju falenderoj në emër të lidhjes bizneseve si Medium DTV Media, të cilën po e prezantoni jashtëzakonisht mirë bizneset, problemet, shqetësimet dhe po jeni gjithmonë në media duke prezantuar atë që shqiptari, atë që Kosova ka nevojë që të prezantohet dhe të dalë në pa e vërteta dhe mbi gjitha në fushën e zhvillimit ekonomik. Unë ju falenderoj dhe jeni Medium i cili jashtëzakonisht jep një kontribut në promovimin dhe zhvillimin e vendit tonë. Zoti Dresha, unë shpresoj që herën tjetër do ta kemi një bisedë pak më të gjatë në studio. Të falenderoj shumë edhe një herë që ishe pjesë e Infodes. U kthyem në studio për të diskutuar në lidhje me çështjet e pagave në Kosovë, ku me mua në lidhje direkte është kryetari i sindikatave të pavarur të Kosovës, zotëri Jusuf Azemi. Zotëri Azemi, faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodes. Me ndërqofshi. Zotëri Azemi, ne pam një njoftim t'juaj në lidhje me kërkesën që do të bëni për pagën minimale në vend, pra që të jetë 405 euro. A mund të na flisni më shumë rreth kësaj çështje?
Realisht ne në pjesën më të madhe të institucioneve që kompanitë kryejnë shërbime për to kemi arrit këtë qëllim që paga e shumicës punëtorëve janë 405 euro bruto. Por ne sot kemi bërë një reagim ose më mirë themi në një njoftim për punëtorët teknik në Drenas, të cilët e kemi njoftuar drejtorin e arsimit të komunës së Drenasit dhe e kemi njoftuar inspektoratin e punës se kompania e cila kryen shërbime në shkollat e mesme në Drenas edhe sot e asaj dite i paguajnë punëtorët me pagën 237 euro neto. Përkundër asaj që ne kemi reflektuar dhe kemi tërhequr vërtetën, tani, si mas një llogarisë tonë që kemi bë, këta punëtorë që nga tetori i vitit kaluar, ku paga minimale është 350 euro, deri më tani janë dëmtuar për 588 euro, që nënkupton për çdo muaj këta krijojnë humbje për shkak të neglizhencës ose të papërgjegjësisë të drejtorit të arsimit të komunës së Drenasit dhe inspektoratit punës, sepse ne këtu përpara i kemi të dy shkresat të cilat i kemi dërguar dhe normal që janë të protokolluara dhe këto dy institucione edhe sot asaj dite spakut nuk kanë reflektuar që të fillojnë dhe të ndryshojnë këtë pagë, e cila është, po themi, jashtëzakonisht trishtuese, sepse kur dihet që tani për çdo ditë rritja e gjërave ushqimore pothuajse për çdo ditë ndryshon, tek ne kjo pagë me 237 euro është në kundërshtim me ligjin e pagës minimale dhe çka të themi më tutje. Edhe pse është në kundërshtim me ligjin për pagën minimale, pra këta punëtorë kanë vazhdu për kaq shumë kohë që të marrin këtë pagë. Po inspektoriati i punës asnjëherë nuk ka reaguar lidhje me këtë çështje ose nuk e kanë inspektuar ata punëtorë që punojnë atje. Ne kemi shpresuar që spakut pagat e muajit mars, pas gjithë këtyne reflektimeve tona, pas gjithë këtyne presioneve tona, spakut kemi menduar që paga e muajit mars të jetë spakut 350 euro, e cila është paga më minimale në Kosovë, por si mas gjitha gjasave, kjo nuk i ka po përshtypje dikuj, ndoshta inspektorati i punës mund të ndodhë, që ndoshta e ka verifikuar këto që ka ne për e themi, por ne sot e rikonfirmuam edhe njerë, sepse nuk kam besuar që edhe sot këta punëtorë do të paguan me një pagë, po themi qesharake, zhgënjyese 237 euro, dhe pikërisht këto vinë nga institucionet shtetënore dhe komunale, për cilat i ofert largë dinin që nga njerët nga gëzonim, po thamë, në thojza me nga 100 euro. Dhe ato që qeveria e Kosovës ka marrë vendim përfundimtar që paga minimale nga një tetorit tjetë minimumi 350 euro, këta edhe sot pas 6 mujdite paguajnë me pagë 237 euro. A ka mizeri, ose a ka, po themi një farforme, gjendje mas klavëruese se sa kjo që po bëhet sot ndaj këtyne punëtore. Mirë, po ju keni qenë çdo herë zëj fuqishëm në lidhje me punëtorët e sektorit privat, që cilët janë ankuar çdo herë tek ju. Apo plotësohen çdo herë kërkesat që juve po adresoni pa lashtruar këtë çështje që tashmë është në proces? Po, kemi rezultatet tona, por megjithatë për rezultate flasmi shumë pak. Ne me të vërtetë kemi pasur vetëm në komunën e Prishtinës dhe tani në komunën e Drenasit me këto paga qesharake, derisa në komunën e Prishtinës është bërë një përmirësim jo i duri, por megjithatë, domethënë, është konform pagës minimale. Këtu ne sot e kemi njoftuar edhe opinionin edhe punëtorët, se nëse brenda një jave nuk na rikonfirmojnë, ose nëse na konfirmojnë që paga tyre do t'jetë 405 euro, andaj punëtorët janë të përgatitur, sepse ne kemi qenë ata të cilët e kemi shtyr deri sot me një qëllim që do të zgjidhet në zgjidhje, dhe normal që ne do të futemi në grevë, normal që është në mbështetje ligjore, dhe ne nuk do të kryejmë më shërbime me këtë pagë 237 euro, sepse këtë 237 euro për një deputet, për një pjesëtar të qeverisë të Kosovës, domethënë mund ndodhë që vetëm telefonat shpenzojnë, nëse edhe diçka që nuk vlen të hyjë më thellë. Është mizeri,
Nëse një punëtor sot paguhet me 237 euro, sot paguhet. Po, kur parashini që të fillohet greva, me qënë se nuk pritet të zbatohet kjo marrëveshje që ju kërkani? Ne edhe javën tjetër normal që do të përcjellëm situatën, por normal që ne edhe gjatë javës tjetër do të njoftojmë prap inspektoratin e punës, do të njoftojmë udhëheqjen ose drejtorin e drejtorisë të arsimit të drenasën, sepse ashtu na thotë edhe ligji dhe normal që nëse nuk kemi reagime, atëherë në fillim të javës, jo që po hym, për javës tjetër, normal që do të jemi në grevë. Zotri Azemi, unë falemnderoj shumë që gjeti ko që t'jesh pjesë e Infodesë dhe të nas shërosh të gjitha të rejat që kanë të bëj me sindikatën e pavarur të sektorit privat të Kosovës. Gjithë mirat. Pra, patëm në lidhje direkte kryetarin e sindikatës së pavarur të sektorit privat, pra fatkesish në Kosovë dhe vazhdon të mos funksionoj ligji i punës. Por të neve do të qëndrojmë përsëri në Infode duke u lidhur me intervistën e radhës. Pas zgjedhjeve të fundit në Kosovë, kryeministri në detyrë zoti Kurti u dha mandati për të formuar qeverinë pasi që pati shumicën e votave për të formuar qeverinë e vendit. Për këtë gjë, pati ftuar në takim të gjitha minoritetet në Kosovë në lidhje me formimin e qeverisë të tij e për të diskutuar për këtë çështje. Kemi të ftuar zoti Hetem Arifi nga Partia e Shkallinjve për Integrim. Faleminderit shumë kryetar që erdhe në Infode. Faleminderit për ftesën. Sfari urime që keni fituar që t'jeni pjesë e Kuvendit të Kosovës, shpresoj që të shkojë sa më mirë edhe kjo çështja e formimit të Kuvendit sa më shpejt. Faleminderit shumë për urimin. Realisht ka qenë një periudhë, nëse mu i them, goxha e zarshme, sepse po besoj që ne si parti politike dhe popullin Kosovë nuk kanë mësu me i pas zgjedhjet e zakonshme, gjitha mandatet e kalume, ose zgjedhjet e kalume, kemi pas zgjedhjet e jashtëzakonshme. Jemi kalit për atë mënyrë. Edhe jemi kalit, është shumë e vërtet mirë, po këto kanë qenë pak më gjata dhe edhe realisht rezultati tashmë përfundimtar edhe certifikimi i subjekteve politike, ka zgjatë kështu që na ka bu me u lodh pak, mirë po ja ka vle. Sigurisht. Ju patët një takim me kryeministrin në detyrë dje. Cilat ishin kriteret që ju vetë përballë kryeministrit për të formuar qeverinë së bashku me juve? Shiqoni, fillimisht në falenderoj kryeministrin që ka shpreh gatishmërinë me i taku subjektet politike. Në këto nuk isha thonë pakicat ose minoritartë, si që thatë edhe jëmarët, mirë po subjektet politike që vinë nga pakicat, pakicat jo sërbe dhe jo shqiptare, që jetojnë edhe veprojnë në Kosovë. Por në bartën e takimeve që i ka pas kryeministri, na ka ftu edhe neve si subjekt politik, Partinë e Shkallinjve për Integrim, sepse fundit e kemi fitu një vend, jemi përfasus, jemi parti parlamentare, kemi fitu një vend në Parlamentin e Republikës Kosovës, kemi bisedu, biseda ka qenë konstruktive, edhe po presim që bisedat, takimet kanë me vazhdu, si pas edhe kryeministrit, kanë me vazhdu edhe takimet edhe po besojmë që shumë shpejt do të formohet qeveria e Republikës Kosovës. Ne këtu, unë po besoj që duhet më pajtu të gjithë edhe subjektet politike, mirë po edhe populli i Kosovës që ne duhet të formojmë institucionet e Republikës Kosovës sa më shpejt. Sepse Kosova nuk ka kohë për me humbë, duhet të formojmë institucionet edhe të veprojmë si subjekte politike edhe në këtë rast edhe si Partia e Shkallinjve për Integrim. Cilat ishin kriteret e juja i ndëru? Realisht nuk kemi pas kërkesat veçanta, mirë për nuk do të thotë që nuk do të kemi kërkesa. Si parti politike, si parti parlamentare, jemi të gatshëm me marrë përgjegjësi, me marrë hisen ose marrë veshje që do t'i bojmë me subjektet politike të cilat sigurisht që kanë me formu qeverinë e Republikës Kosovës. E kemi shpreh gatishmërinë që jemi të gatshëm me marrë përgjegjësi, takimet kanë me vazhdu, tash për tash, realisht djetë në takimin që patëm ne, nuk kemi pas në kërkesë direkte, mirë po jemi të gatshëm me bashkëpunu me partitë të cilat
kanë gatishmërinë ose ofrojnë gatishmërinë me formu qeverinë e Republikës Kosovës. Mirë po, patë takimi e kryeministrin Pajni të hapur në bashkëpunim edhe me opozitën nëse ata kanë kërkesa ka shijuar për formimin e qeverisë. Shqyqënë, unë e thash që duhet mu pajtu të gjithë që qeveria, institucionet e Republikës Kosovës duhet mu formu sa më shpejt. Tash është pikpyetje cili kranë këtë rast partia fituse ose partit opozitore formojnë qeverinë, ata që i bëjnë gishtat realisht. Ne jemi mësua se fundit është tashmo, nëse mu i me thonë pazaret politike. Pazaret politike buen me subjekteve politike, marrëveshje që buen me subjekteve politike, faktikisht ne jemi të gatshëm me i formu institucionet e Republikës Kosovës. Pavarësisht kush e bën raste është që edhe e drejta është që duhet me formu partia fituse në këtë rast lëvizja vetëvendosje. Ne po presim që lëvizja vetëvendosje po besoj, si pas deklarimeve të tyre, po besoj që ata formojnë qeverinë edhe jemi të gatshëm me bashkëpunu. Dhe me thonë, jemi të gatshëm me qenë pjesë e institucionet të Kosovës, tashmë jemi, parti parlamentare, mirë po jemi të gatshëm me qenë pjesë e qeverisë Republikës Kosovës. Me qenë se fatë se tashmë jeni pjesë e parlamentit të Kosovës, pas cilat janë kërkesat që juve do të adresoni fillimisht sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me qytetarët e vendit. Shqyqani, partia Shkalive për Integrim ka garu, ka dalë zgjedhje me një program që realisht programi janë duhet të inkorporohet edhe në programin e qeverisë ardhshme. Kështu që do të shofim mundësin e atyre që e bëjnë qeveri, do të shofim mundësin që edhe ne të inkorporohemi programin tonë në programin e qeverisë ardhshme, edhe sigurisht që do të jemi të gatshëm me marrë përgjësi ose pozita për me ndimu këtë vend, Republikën e Kosovës, mirë po duke pas parasysh me përfasu komunitetin e Shkali, ashtu që ja kemi dhënë besën, sa ashtu që kemi premtu gjatë fushatës zgjedhore tashmë që ka kalu. Pra kemi pas edhe një vanim të vënimit të qeverisë, pra sa do t'i shkaktoj dëme ky vënim, duke ditur që bota po përballet me kriza jashtëzakonisht të mëdha, pra me ardhjen e Trumpit patëm edhe një tarif për 10% që na vendos, pra çfarë tjetër mund të presim që të vinë Kosovë për shkak të vanesave të mos formimit të institucioneve të vendit? Mu për këtë, unë e tharë duhet pajtohemi të gjithë subjektet politike, po edhe populli i Republikës së Kosovës që neve nuk kemi kohë me humbë, edhe nuk kemi kohë me mbet kështu, pa institucionet Republikës Kosovës. Tashmë e kemi një qeveri në detyrë, parlamentin realisht nuk funksionon. Është e vërtet që ajo që e thatë edhe bota, ose Europa, Balkoni edhe bota, nuk jemi në gjendje që neve të presim duke i po situatën politike, nëse mu i me thonë, në Europë edhe në botë. Kështu që vonesat që kanë shkaktu, vonesat që janë shkaktu, deri certifikimin e rezultateve subjekteve politike fituse, dhe me thonë, nuk i ka konvenu asë një subjekti politik, po nuk i konvenon edhe shtetit të Kosovës. Kështu që unë bëjthire, që shprej këtu, bëjthire gjitha partive politike, gjitha subjekteve politike, pa morë parasysh shqiptare ose minoritare, që tulemi bashk edhe bisedojmë ta konstituojmë kuvendis fillimisht edhe ma vonë, sigurisht që më njëherë, pa vonesa edhe qeverinë e Republikës Kosovës, sepse jemi me një kohë që duhet veprojmë. Shteti nuk ka kohë me prit ose thonë ma shkort një fjallë popullore me flajtë. Institucionet duhet e konstituohen, duhet veprohet, sepse na presin punë shumë. Shtetin e Kosovës na presin shumë punë. Dhe duke ditur se në kufi kemi edhe një Serbi e cila vazhdimisht punon për pasur politikat e saj edhe në Kosovë, pra çka duhet me bë qeveria e vendit e ardhshmja që të mos përballemi me kriza të tjera nga qeveria e Serbisë, pasi që patëm disa provokime, ajo në Banjska, pastaj ajo e Iber Lebensit,
Pashtu edhe qytetarët në veri pra një mënyrë janë të ndikuar nga politika e Serbisë. Kjo është ajo që unë po e ripotencoj edhe njerë. Në shteti du të mi pas institucionet të veta sa më shpejt. Realisht, jemi gjithmonë, thë janë pritje, të do një agresioni ose pamvarësisht një sulmi ose trazirave pa marrë parasysh nga fqinje, nga Serbia. Kështu që ne duhet me qenë syqel edhe njerë po e thëmë kësha bo thirrje gjitha subjekteve politikës, fillimisht subjekteve shqiptare, subjekteve të mëdha politike, që normalisht kanë me udhëheq me qeverinë edhe kanë me udhëheq me shtetin, të jemi syqel edhe të ulemi, bisedojmë për çështjet madhore të shtetit tonë. Unë e kam thonë shpesh, du me ripotencu edhe njerë, inatet politike, ose interesat politike, ndo njerë duesh milion anësh. Pse po thëmë duesh milion anësh? E kam thonë kështu në zhargonin e humorit pak ma shumë, nështë të ulemi me një odë edhe një gjugim qaj me disodës edhe të bisedojmë për problemet madhore që ne duhet i përfasojmë shtetin e Kosovës edhe këtë popull. Edhe të ulemi, të bisedojmë çka mundemi bashkë, gjitha subjektet politike, çka mundemi bashkë për me umbrojt zotin arruj për ndë një agresione ose panvarësisht çka na vjen neve si shtet. Gjithmonë duhet me qenë sy hapër, sy qelë edhe duhet me qenë të gatshëm. Përderisa ne presim kështu, na shkojnë punë, t'i mbajmë inatet politike, nuk na konvenon si shtet. Nuk na konvenon si shtet, nëse mu i me thoni posa formum, dhe me thonë vitin 2008, ne kemi shpoll pavarësinë e Republikës Kosovës, njerin ndërta kam qenë edhe unë, që kam nënshkru dhe deklaratën e pavarësisë e Republikës Kosovës, mirë po, duhet me marrë hapat të ngutshëm që shpesh, duhet me lënë inatet politike, duhet me ullë bashkë edhe të bisedojmë çka mundemi bashkë për me përfasu këtë shtet edhe për me mbrojt këtë shtet për pa marrë parasysh nga kush vjen. Sigurisht e rëndësishme është që të gjithë të jemi të sigurt në vendin tonë së pari dhe të kyzojmë të gjitha të drejtat tona. Zotri Arifi, unë falenderoj shumë që gjeti kohë që të vish në Infodit na sqarosh për të gjitha çështjet që biseduam. Faleminderit për ftesën, faleminderit juve. E të nderuar shikues të Infodit, kaq kishim për këtë emision e deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.